të ndiqni. Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, kundër të tjera do të ndiqni. Atentat pranë aeroportit të Rinasit qellohet me armë drejt një makine, një person mbetet i vrarë ndërsa një tjetër dërgohet në gjendje të rëndë në spital. Mbi 200.000 bim kanabis u asgjësuan këtë vit në operacionet me Guardia di Finanza, kreu i policisë Ilir Proda thotë se Shkodra mbetet zona më problematike. Nis puna për reformën territoriale, bashkëkryetari i PS-s Arbian Masniku thotë se agenda do prezantohet kur anëtarët e djathtë të jenë të pranishëm në komision. Erion Velia jep urdhrin e parë nga burgu pasi gjykata kushtetuese riktheu në detyrën e kryebashkiakut firmos dekorimin e Tiranës për festat e fundvitit. Kombëtarja shqiptare stërvitet në Barcelonë për duelin me Andorën që luhet të njëjtën, tekniku Silvinho nuk pritet të bëjë shumë ndryshime në formacion. Jemi gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Gilmando Dani, krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, është ekzekutuar këtë të martë në një atentat mafios në Rinas. Persona të panjohur që luan me breshëri automatiku duke plagosur rënde dhe shoferin që rezulton të jetë punonjës i agjencisë mbikëqyrjes policore. Autorët dogjën makinën pranë fushkrujës, ndërsa hetuesit dyshojnë se krimi ka motiv hakmarrjen. Pak pasi zbriti nga avioni në Rinas, 47 vjeçari Gilmando Dani, krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, beti viktime një atentati mafioz. Breshëritë e plumbave lanë të plagosur edhe 40 vjeçarin Muçi Sheqeri, agjenti i agjencisë mbikëqyrjes policore, i cili u dërgua në spitalin e traumës në luftë për jetën. Ekzekutimi mafios ndodhi te rreth rrotullimi i aeroportit Nën Tereza, rreth orës 14:20, menjëherë pasi të dy miqt ishin kthyer me avion nga Barcelona. Teksa po udhëtonin me një automjet Benz që drejtohej nga Muçi Sheqeri, atyre ju bë prit nga një tjetër makinë. Autorët i kanë pritur shënjestrat e atentatit në Rinas, derisa ata u futën në makinën e lënë në parkingun e aeroportit që në 7 nëntor kur ishin nisur për në Spanjë. Sapo vunë re makinën, menjëherë autorët u vunë në ndjekje duke e vendosur automjetin e tyre paralel me atë të Gilmando Danit dhe Muçi Sheqerit. Pikërisht në këtë moment, atentatorët hapën zjarr me breshëri Kallashnikovi, derisa u siguruan se drejtuesi i humbi kontrollin mbi mjetin e tij. Njëri prej autorëve, i maskuar dhe me kapele, doli nga makina dhe qëlloi drejt Gilmando Danit disa herë me pistolet. Më pas, ai u kthye në makinë për t'u larguar me shpejtësi drejt fushkrujës. Pak minuta më vonë, autorët e dogjën mjetin në fshatin Halil. Brenda Toyotës së djegur u gjetën 4 armë. Policia ndërkohë vendosi post blloqe në zonë, ndërsa u sekuestruan pamjet e kamerave të sigurisë në zonën përreth. Fatmirësisht nga krimi i tronditës që ndodhi fare pranë Rinasit. Në një zonë gjithmonë të populluar, nuk pati të lënduar të tjerë, por plumbat e Kalashnikovëve përfunduan në muret dhe xhamat e hoteleve e bizneseve përreth, duke shkaktuar disa dëme. Policia dyshon se ngjarja ka motiv hakmarrjen mes bandave rivale, pasi Gilmando Dani i rikthyer në liri vetëm pak kohë më parë, dyshohet se kishte marrë kontrollin e grupit kriminal të Emiliano Shullazit, që aktualisht ndodhet në burg. Ministre e Brendshme Albana Koçiu tha këtë të martë se numri i vrasjeve me dashje ka rënë ndjeshëm krahasuar me një vit më parë, por në Komisionin e Çështjeve të Brendshme ajo është përballur me akuzat e opozitës që pretendojë për lidhje të segmenteve të policisë me krimin e organizuar. Parashtoni kërkesën e Për herë të parë si ministre e Brendshme, Albana Koçiu foli për kriminalitetin në Komisionin e Çështjeve të Brendshme dhe të Mbrojtjes. Sipas saj, krimet kanë pësuar ulje ndërkohë që është rritur zbulueshmëria, ndërsa vrasjet me dashje janë reduktuar ndjeshëm, krahasuar me vitin e kaluar. Në 9 muajt e parë të këtij viti, pra thjesht vetëm po t'i referohemi statistikave, u regjistruan 29 vrasje me dashje. Për krahasim në vitin e lëm pas patëm 41 vrasje për të njëjtën periudhë. Dhe kjo nuk është një dhuratë që vjen nga lart, por rezultati i qartë i luftës frontale dhe pa kompromis kundër krimit të organizuar. Sa i përket rendit dhe sigurisë publike, gjatë muajit janar-shtator 2025, pra 9 mujorit të parë të këtij viti, norma e zbulimit të veprave penale është mbi 95% dhe kjo nuk është një shifër e vogël. Por ndërkohë, opozita akuzoi se policia e shtetit kontrollohet nga krimi. Shqipëria është i vetmi vend që konsiderohet narkoshtet në Europë.
por ju them drejtori jemi vetmi vend që drejtorin dhe nëndrejtorin e policisë shtetit nuk i ka caktuar ligji, as vullneti politik. Jemi vetmi vend ku dy drejtuesit kryesor të policisë shtetit i caktojnë kartelet. Përkatësisht, Ilir Proda, drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, është emërtesë e Suel Qelës. Neritan Nallbati, nëndrejtori për krimin e organizuar, është emërtesë e kartelit Truplini. Opozita shtoi gjithashtu se është vetë policia që dekonspiron operacionet e SPAK, akuzë që u hodh poshtë nga Ministria Koqiu. Sipas saj, dy institucionet bashkëpunojnë, ku për këtë vit kanë sekuestruar mbi 65 milion euro pasuri nga bota e krimit. Janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Nuk është e largët koha kur vlera e këtyre pasurive nuk i kalonte vlerën e pak milionëve. E pyetur sërish nga deputetët, Koqiu sqaroi edhe një herë vendimin për bllokimin e monopatinave, ku tha se përdorimi i tyre ka rritur numrin e aksidenteve. Sipas saj pritet që për këto mjete të vendosen rregulla të reja. Reforma territoriale nisi këtë të martë në mungesë të deputetëve të Partisë Demokratike, por në mbledhjen e parë të komisionit, dy përfaqësues të tjerë nga opozita kërkuan të bëhet një analizë e reformës së vitit 2017 për të parë se çfarë efekte ka dhënë ajo. Komisioni i posaçëm i reformës territoriale nisi zyrtarisht punën në kuvend. Sot bëjmë mbledhjen e parë. Pjesëmarrja e plotë e anëtarësisë nga mazhoranca nuk u reflektua e njëjtë nga krahu tjetër, teksa në mbledhje u paraqitën vetëm dy opozitar, Vangel Dule dhe Edmond Haxhinasto. Megjithatë, bashkëkryetari Arbian Mazniku dha direktivat kryesore, ku do të bazohen diskutimet për ndryshimin në ligj. Është një element i cili do të impaktojë në mënyrë të qëndësishme mënyrën se si zhvillohet vendi në 20-30 vjet të ardhshme. Pikërisht për këtë arsye është tema e nevojshme ne të fillojmë këtë proces eksaktësisht tani, të dalim përpara në kohë dhe të sigurohemi që institucionet tona të jenë të gatshme në momentin që Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkaq, dy përfaqësuesit e opozitës kërkuan që para se të nisin diskutimet për reformën, të analizohen më parë efektet që solli ndryshimi territorial i vitit 2017. Do të ishte me vlerë që krahas materialeve të tjera të na përgatiste stafi edhe një dosje me materialet më të domosdoshme të punimeve të atij komisioni gjatë legjislaturës së kaluar. Të ishte një analizë për efektet pozitive dhe negative që ka sjell reforma vitit 2014. Pas unë jam plotësisht dakord me ju kur thoni që objektiv duhet të jetë rritja e eficiencës së strukturave vendore. Për shkak të mungesës së bashkëkryetarit Luciano Boçi, Arbian Mazniku tha se plani apo agenda e punës do të prezantohet në mbledhjen e radhës në pranitë të gjithë anëtarëve të komisionit. Opozita po përgatitet të nisë protestat kundër qeverisë, ndërsa Berisha foli për një kryengritje paqësore. Paralelisht me tubimet në rrugë, Partia Demokratike do të bëjë edhe analizën e humbjes së zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vetmja rrugë që ka opozita përballë majorancës është rruga e protestave. Gjatë takimit të parë pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit, me kryetarët e degëve të PD-s, Berisha theksoi se opozita sot është në luftë me qeverinë Rama. Të bëjmë atë që kanë bërë kombet e shtypura kundër diktaturave në gjitha kohrat. Të ngrihem dhe ka vetëm një rrugë. Qendresa jonë, protesta jonë, asnjë rrugë tjetër, ja u them unë ju. Berisha lajmëroi degët e Partisë Demokratike dhe nisin analizën për humbjen në zgjedhjet parlamentare. Analiza është e detyrueshme. Do ta bëni ju me kryesit, me grup seksionet, me seksionet, do të dilni me propozimet, me sugjerimet, me ato çka mendoni, por suksesi i saj ose treguesi më cilësor i suksesit të saj është sa do jemi ne të aftë të afrojmë vlera të reja. Prej disa ditësh kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha po flet për protesta kundër qeverisë Rama, por ende opozita nuk ka vendosur një datë se kur do të nisin ato.
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë shpreu shqetësimin se ekonomia ndodhet përballë presionit të lëvizjes së fuqisë punëtore. Genseku tha se jo vetëm Shqipëria, por i gjithë rajoni është i ekspozuar ndaj këtij kërcënimi, ndërkohë kryeministri Edi Rama apeloi që inteligjenca artificiale të mos mbetet jashtë vëmendjes së Bankës Qendrore. Në 100 vjetorin e Bankës së Shqipërisë, guvernatori Genseku renditi sfida që kërcënojnë zhvillimin ekonomik, duke theksuar veçanërisht trendet demografike dhe mungesën e fuqisë punëtore. Shqipëria është tashmë ekspozuar ndaj një konkurrencë më të fortë për kapital e fuqi punëtore në tregun evropian. Po ashtu Shqipërisi duhet të bazojë gjithë një më shumë modelin e saj të zhvillimit të rritja e produktivitetit, inovacioni, si dhe identifikimi dhe zhvillimi i avantazheve të saj krahasuese. Edhe tensionet gjeopolitike dëmtojnë ekonomitë në zhvillim, shtoi guvernatori Seko. Rikonfigurimi i zinxhirëve të prodhimit botror, si dhe rritja e barierave tregtare janë tashmë një realitet i ri ekonomik. Ai rrit volatilitetin dhe pasigurinë duke frenuar investimet afatgjata dhe duke detyruar vendet në zhvillim të forcojnë rrjetet e tyre të sigurisë, fenomeni i cili natyrisht ka kostot e veta. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama nënvizoi nevojën që Banka e Shqipërisë të tregohet e vëmendshme ndaj zhvillimeve të teknologjisë. Krahas politikës monetare duhen mekanizma të ri kontrolli në funksion të menaxhimit të algoritmeve, por duhet dhe një mendje shumë më e hapur për t'i përqafuar këto fakte të reja të imponuara nga zhvillime të cilat tani më ne nuk i kontrollojmë dot. Ekonomia vendase sipas Sekos përfiton nga inovacioni, sepse reduktohen kostot dhe zgjerohet aksesi në financë. Qeveria sipas ministrit të Financave Petrit Malaj po përmbush detyrat e lëna nga Komisioni Evropian për të mundësuar vijimin e programit i partë për bujqësinë, por opozita në Komisionin e Ekonomisë tha se bllokimi i fondeve u bë për shkak të korrupsionit. Ministri i Financave Petrit Malaj njoftoi se fondet e i partë për bujqësinë mund të zhbllokohen vitin tjetër, pas pezullimit që u bë rreth 2 vite më parë, sepse zyra evropiane kundër mashtrimit gjeti shkelje në përdorimin e tyre. Kjo temë nxiti debate në komision mes përfaqësuesve të opozitës dhe ministrit. Komisioni Evropian, nëpërmjet DG Agri, ka lënë disa rekomandime për disa nga praktikat të cilat kishin pa rregullsi dhe deri në fund të këtij viti do të përmbushen këto masa, të cilat pasaj do t'i hapin qeverisë mundësinë për të hyrë në diskutime me Komisionin Evropian në mënyrë që të çelet programi i parë 3. Si mund të quani histori suksesi? Nëse ju gënjeni apta, zoti ministër, për një çështje që e din të gjithë, e kanë marrë vesh të gjithë, na e ka thënë Komisioni Evropian, ka një dosje të madhe në SPAK në lidhje me këto abuzime, zoti ministër. Ministri u ndal edhe te skema e pensioneve, duke theksuar se ajo do të reformohet më tej gjatë vitit tjetër, kur do të ketë propozime konkrete për ndryshimin e saj. Qeveria vitin e kaluar ka filluar një proces për të bërë një vlerësim të sistemit aktual të pensioneve, procesi i cili po bëhet me ekspert ndërkombëtar, të cilët janë duke bërë një vlerësim se sa e qëndrueshme është skema. Gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë, Petrit Malaj deklaroi se do të ketë edhe një ndryshim të politikës së ndjekur deri më sot nga qeveria me përjashtime tatimore, duke nënvizuar se ato do të rishikohen dhe se deri në 2030 do të hiqen duke bërë një përafrim me direktivat e BE-s. Pasi gjykata kushtetuese i dha të drejtë dhe riktheu në detyrë, Erion Veliaj ka vijuar punën si kryebashkiak, megjithse ndodhet në qelinë e Burgut. Ai ka urdhëruar ndërmarrjen e dekoreve dhe eventeve të Tiranës të nisë menjëherë zbukurimin e kryeqytetit për festat e fundvitit. Ky është urdhri i parë i firmosur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, pasi u rikthyet zyrtarisht në detyrë nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Veliaj ka kërkuar që përgatitjet për festat e fundvitit të nisin menjëherë në kryeqytet. Sipas dokumentit zyrtar, drejtuar ndërmarrjes së dekorit dhe eventeve, pritet të merren të gjitha masat për vendosjen e zbukurimeve dhe ndriçimeve në sheshe, rrugë e hapësira publike të kryeqytetit.
Pas shkarkimit nga Këshilli Bashkiak I Tiranës dhe qeveria, Erion Velia u rikthye në detyrën e kryebashkiakut më 3 nëntor. Gjykata kushtetuese vendosi t'i japë të drejtë me 5 vota pro dhe 3 kundër për kërkesën e anulimit të shkarkimit. Menjëherë pas këtij vendimi, Velia e reagoi nga qelia në rrjetet e tij sociale, duke thënë se vendimi ka rikthyer dinjitetin votës së lirë dhe ligjit. Sipas tij, vendimi I gjykatës kushtetuese nuk ishte një vendim për t'i kthyer mandatin, po për t'u rikthyer atyre që ju përket, popullit të Tiranës. Velia ndodhet në burg për disa muaj që akuzuar nga prokuroria e posaçme për disa vepra penale. Një punishtë mobileri u shkrumbua nga flakët në Vlorë. Kamerat e sigurisë fiksuan një person që I vuri zjarrin biznesit për t'u larguar më pas nga vendi I ngjarjes. Pronari I mobilerisë tha se nuk I di motivet e ngjarjes dhe mohoi të ketë konflikte. Një zjarr I qëllimshëm ka përfshirë në orët e para të mëngjesit të kësaj të marte një mobileri në lagjen 28 nëntori në Vlorë. Siç shihet në këto pamje, rreth orës 3 të mëngjesit, një person I maskuar është filmuar nga kamerat e sigurisë teksa I afrohet objektit. Thyen xhamin e derës me një çekiç dhe më pas, duke përdorur një bidon të mbushur me benzinë, I vë flakën mobilerisë. Autori më pas largohet me shpejtësi nga vendngjarja. Flakët u vënë re nga një fqinj I cili më pas ka njoftuar menjëherë pronarin e biznesit Eduard Aliko. Ky I fundit ka mbërritur në vendngjarje vetëm pak minuta më pas dhe ka parë se kati I parë I mobilerisë ishte përfshirë tërësisht nga zjarri. Eduard Aliko në një prononcim për mediat është shprehur se nuk ka konflikte me njeri, edhe pse kjo është hera e dytë që I vjet flaka biznesit të tij. Unë nuk kam ndonjë konflikt dhe nuk jam njeri konfliktuar, jam shumë paqësor, megjithatë mendoj që lë drejtësisë shërbim I cili është I detyruar ta bëjë sepse kamerat janë aty, personi është I dukshëm dhe mendoj se shumë shpejt do të zbardhet ngjarja. Forcat zjarrfikse kanë bërë të mundur shorjen e flakëve, megjithatë dëmet materiale janë të konsiderueshme. Policia ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Pamjet e kamerave të sigurisë ndërkohë janë sekuestruar si provë materiale. Nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Bashkëndajemi këtu ditën e mirë.